Në Mamuras, aty ku qetësia duhet të mbretërojë, gjërat janë përmbysur. Në parcelat ku prehen të vdekurit, ferat kanë marrë gjithçka: emrat, rrugicat, kujtimet. Prej kohësh, kjo hapësirë nuk njeh dorë njeriu, as pastrim, as mirëmbajtje dhe as respekt. Banorët janë ankuar, janë lutur, kanë kërkuar zgjidhje pranë njësisë administrative dhe bashkisë Kurbin, por eshtja ka qenë përgjigje e vetme. Në këtë vend, edhe të vdekurit janë të haruar. Një tjetër plagë që rëndon mbi këtë komunitet është mungesa e vendeve të reja të varimit. Çdo ditë, çdo muaj, problemi vetëm sa thellohet. Zgjerimi i varezave është kthyer në një kërkesë të përsëritur, por pa përgjigje. Në një vend ku e shkuara duhet të nderohet, kujtimi është mbuluar nga aresa, dhe ata që dikur i kemi dashur, tani janë të zhytur në një gjelbërim të egër që nuk sjell jetë, por arim. Mamurasi nuk kërkon shumë, thjesht kujdes, kujtim dhe respekt për të gjallët që kujtojnë dhe për të vdekurit që presin të mos harohen.